E le Korçën për kolonjën? E lash Korçën për kolonjën dhe për Piron, se u fejova me Piron. Gjetë dashuri në kolonjë? Pa tjetër, me gjeti kolonja mua. Më trego pak, cilat breza ke nxjerr, cilat janë disa nga emrat që ti ke edukuar? Shikon nga brezat i ka Gjevaish dhe Nelin, Vili Rakipin që nuk e kanë shumë qef. Jo. Kam Edmond Lekën, Mira Koshon, që është Mira Kola, që është drejtoreshe e reanimacionit të gjithë Republikës në pediatrinë në Tiranë, në Qesoter. E kush i mban mend? Zysh, çfarë kujton nga kolonja? Unë nga kolonja kujtoj që ishin shumë të zgjuar fëmija, shumë të respektuar, shumë të sjellshëm. Domethënë, 18 vjet që kalova, unë i kujtoj me nostalgji. E shikon që ka rënë roli mësuesit, figura e mësuesit? Të them të drejtën, vajta si vjetë dhe hyra në shkollë. Shkolla më pëlqevi që e pastër, që e rregullt, dhe 5 nga ato mësueset që qenë atje ishin nxënëset e mia. Më takua, nuk preka shumë, më bën fotografi, po më pëlqevi se shkolla ish më këmbë. Dhe nga 4 paralele që kishim ne, vetëm një paralele kish mbetër. Ndihesh e vlerësuar? Të vlerësuar? Shumë e vlerësuar. Po me keqardhje mund të them që kur vajta në spital u zhgënjeva shumë. Ai spital që gumëzhinte nga doktorët, nga të sëmurët që gjenin zgjidhje, as pediatria, as materniteti një fëmijë të lindur s'kish. Pathologjia, kirurgjia të tëra ishin. Për që mos të lodh, në qoftë se sot do të dëgjonin të tërë mësuesit e kolonjës, cili do ishte mesazhi yt? Mesazhi im do të ishte që punoni tamam siç kemi punuar ne, që shkolla Petronin Luarasi të ketë atë emër që ka pasur.